Përshëndetje, mirë se vini në kanalin tim në YouTube. Unë jam Silvana dhe kjo është videoja e parë për 2026-ën. Do më të tanëve një vit sa më të mbar edhe uroj që të keni shëndetin radh pas të gjëra të tjera vina avash avash. E të njëjtën gjë uroj edhe për vit kem shëndetin, se më dhe gjëra të tjera vijnë. Një mënyrë tjetër vijnë gjithmonë. Edhe 2026 ka kalu, sot është data 3 janar, kështu që unë kam me shku në pazarin, jam rikëthy djenë punë, dhe me datën 2. Për pushime kam kënë në Gjermani, për nuk kam filmua si sanë, sepse jena kënë me fëmijë dhe kena shiju në privatësi, dhe me padash me filmu si kisha pas kohë në botë. Por që janë knaqë, më thanë me borë, edhe kena kënë me të kushërina, kështu që super bukur. Por në këtë momente, koha me shku me bas spezin edhe përshkaj të lidhje dhe mas disa kosh. Edhe shufim nëse ka dhe ofertë, ose na i sa në shpresoj që tjetë javagrike, po se besoj dhe nuk e kam idenë se kur ka me kemë. Por, le të shkojmë. Sot është ditë e re edhe koha me nes ditën sa për jena quma, dhe më thamë në qysh në tetë, po ideja. Po i të regoj kjo është rezultati të tajve që unë kam ba. Edhe ka që nuk e kam të regu me për para, se djemë dhe kena dalë, kena bilë ba shopping, kam bilë tjera puc, e njëse. Që të basë tjera me ba shopping, o nuk bëj ma shopping, o adi korë. Por që sot është koha me dorëzu, po thona dhuratët e fundit që kanë met. Edhe po presim që me oqu sjara, se kanë kalu oraret komplet ndryshe, qysh se kanë fillu pushimet, flenë ma bon, quhet ma bon. E po presim që me oqu, por që s'donë me oqu sjara. Edhe pse kam një zdijen prapë s'danë me oqu. Po presim edhe 10 minutë që quhet sjara, se dhe i tesh ashtu 9:20. Nëse s'quhet, më dhe po e qajon. Edhe koha me shku me ndërzu dhuratët e fundit për këto festa, sa nuk jena akuma për para. Kam dhe djerë që lunë me djerë. Edhe koha me njëzë ditën. Ndërkohë që balerina në shpi bajnë shfaqe, koha me marrë vedin 2 sekonda. Edhe koha me dalë, sot është data 4 mos gabosha, edhe më të menu me hek pëmen, po me hek me këta dyja besoj se do t'jetë një torturë e vërtet. A do e në muhaven me hek pëmen? Si. Se për nërën që na merë befana. Vero? Si. Kështu që po menoj që me hek sot. Knastia. Kjo është hera e fundit për pëmë, për këto festa, se kena më vyrën tjetër. Unë i thash qarë që vjen befana dhe merë pëmen. Qarë tha jo, po e hekum na para, kështu që koha me hek pëmen. O sjarë? Edhe në kërë qarë shefe Alvin edhe këto shok të vetë. Unë përfitaj edhe heku pëmen, dheja po hanë, kështu që... Dhe me dhe mu mami? No. No. Kështu që me hek vetë. Që duket pëma pas një zbukurim. Kjo pëma është fix. Ka zbulu zbukurime që s'kina përdor. Dërkoni ma shpejt tjetra. Koha me hek edhe këtu dhe televizori. Nëra. Ju ka nevoj veç me hek zbukurimet, por edhe me i ra plumnave mirë. Ashtë shumë bukur me fëmin në shpi, por realisht ashtë super lullshme, me bë me hangër, me sistemu që prishin çdo sekond, bajnë rëmuj,
por që aktualisht jam momentin që me zi pres që më këpër shkollë. Sot është data 5, edhe nesër këto është fest zyrtare, që janë edhe nesër pushim, edhe në teori i bjen më këthy të mërkuren. Nëse çdo gjë shkon mirë, kthehen të mërkurën në shkollë, sepse edhe këta kanë nevojë, sepse janë mërzit shtëpi. Ndërkohë pemën e heka është bosh aty. Duket shtëpia shumë ndryshe, shumë qetësi në thojë, në kuptimin që pa drita, pa kështu, por që momentalisht duhet me ba me hangër shpejt, edhe po bajta në që ka të këtu dje. Po ditë të një Milano është super ftohtë, edhe e vetme që më shumë bashkë me dalë, me shku me një vend që është zë tipi qana komerciale i shtu, se realisht shumë ftohtë, që është 1 grad, -1 grad, por për ne që si jena mësu në duket shumë ftohtë. Edhe me shfrytzu këtë ditë me sistemu shtëpi. Gati për shkollë. Mamma porta me papino për të deja. Edhe pse është ora 10, vazhdojnë me kanë aku. Fatmirësisht filloi edhe rutina jonë, vajzat në kopsht, Donaldin punën, të marrë me shtëpi e kështu me radhë. Kështu që sot ishte dita pas, dhe data 7, dhe deri me 7 kanë kopshtet myll këto në Itali. Edhe kisha frikë sot se deja ta po kjanë, se nga që 3 javë shtëpi edhe viti parë, por që jo, fatmirësisht nuk japi, si ora jo që jo se është rrit. Por këtë moment po shpejtëzoj që kam me ba shumë lavatri, që kam me palos shumë tesha. Kam me kros shumë tesha, edhe me ba lavatri që mos lavatri që s'ma nësë lavatri që, sepse djes kam ba asisant shpi, di kina dal nade, edhe jena këthy në dark, të 3 bashk, të 4 bashk, por fatmirësisht erdi rutina, edhe vajzat me fillu rutinë, me fjetë ma herët, se këto ditë të festave e kina super exageru, kanë fjetë super vonë, janë që herë vonë, herët, kështu që kanë pas kështu luhatje të orarëve gjumit, për fatmirësisht që të 2 net të fundit, që isha edhe shpi që s'isha në punë, kam arrit me gu ma herët me fjetë, edhe kena ka porën 8 gjysë në gjumë, fatmirësisht, edhe sot kam fjetë mirë, janë që në 8, në 8 dhe janë 8 gjysë gadi sjara, edhe shpejt i kam pa gadi për shkollë, kam blangjërat gadi qysh mram, që sot ka një kopsht edhe unë e piva një kafe me Donaldin, shpejt Donaldi ku në punë, edhe unë po filloj futem punëve në shtëpi. Provojmë për sëri. I ndrojmë, i qojmë të Ikea. Ikea, shtëpia jam e dytë. Kjo ngjyra është opsioni jonë për me ly salonin. Sa dita fundit e javës, është e premte, por që unë kam vendosur me shku me ba pak shopping, kanë fillu zbritjet edhe shaf nëse kam e blej një sana ose jo, se nuk e kam idenë, por ideja është që me dalë me ba diqa ndryshe, kam ba pak make-up, jam veshë bukur, për mendën temë, dhe thonë se nështë as jam veshë për ju, po edhe koha që unë me shku, këtu vazhdojnë është ftoft, por që sa dhe është pak temperatura ma, dje ka kanë -4 gradë, sa dhe është 1, kështu që është ma mirë, koha me shku, edhe nërko ftyra njeme po fillon edhe merë jetë, mas shumë keq trajtimeve që unë i kam ba. Let's go! Gati me provu fustanin edhe pantalonat. Sa po erdhe të Primark edhe për provoj dhe tesha tjera. Kjo pjesa si për më pëlqen. Për pantalonat, jo. Janë pantalonat që
mjon me lastik. Por është pjesë poshtë, nuk pëlqen pjesa këtu. Po se di. Nuk e kemi duket e zezë, por është kaf. Ndërkohë, veshja jeme. Edhe këpucë të Adidas. Koha me shku shtëpi edhe unë kam ble as i sam, as një tesh, përveç se kam ble krema për fytyrë që më kanë marru. Ky ishte shopping time, pa ble as i gjatë, domethënë. Ato që provova nuk pëlqyne, nuk mbishin mirë, domethënë se më pëlqyne, por që njënte. Koha me shtu dhe disa foto tjera, kam ble edhe kornizat, sot kam stampu edhe fotot, kështu që koha me vendosë edhe foto tjera të tanë bashkë. Të trija po vendosi. Atëherë, këta më kanë shku pak shtremt, kështu që unë do të blej një ngjitse, edhe t'i vetë edhe herë për fillimit se kanë shku shtremt. Në makinë, zakonisht kur kam ko me bë 2 minuta video, në qetësi pa bezdisje, zakonisht pa zhurma. Unë nuk kam filmu shumë këto kohë sepse realisht ka bërë shumë ftoft. Kur tham shumë ftoft, ka shku deri në minus 4-5 gradë. Unë e di se nuk krahasohet me ftoftin ku dion, Gjermanisë, noshta, Suedise, këto vendeve tjera, por për mu është shumë ftoft. Edhe të uqu na edhe për ditë, të pa makinën me akull, mu thjesht, nuk e ditë, është pa imagjinueshme. Edhe kam filmu jo shumë, pra të s'ka dalë video ma për para, por që koha me myllë këtë video, do mundohem që me filmu sa ma shumë, me myllë këtë video sepse këtë javë kam shumë të vështirë, sepse gjërat e reja presin, edhe vjen mama, tajten, sot është e marta, kështu që tajten vjen mama, edhe, por po thosha, koha me myllë këtë video, bashkë kena më pa edhe për të reja të çdo gjë tjetër të videoja tjetër. Deri atëherë, bye bye!